Më parim, dhe më thonë, bashkëpunimi shqiptar andej këndej, mendoj që është i natyrshëm, është i fritshëm, edhe kur shqiptarët e Kosovës janë pjesë e përditshmërisë, e politikave, e rrjedhave, dinamikës. Edhe politikës, dhe më thonë, ka pas ndërhyrje. Se konsiderohet që ka njerë ndërhyrjet po bëjnë edhe dam. Po ne ndërhyrja shqiptare është, dhe më thonë, shqiptare, dhe më thonë, edhe mësë me dasht, ne kemi shembull këtu në Shkup, gjysat e familjeve i kanë andej kufirit, gjysat janë këndej. Ato interferojnë, ndikohen, dhe më thonë, në bazë ditore, jo majër, dhe unë nuk i shoh këto të dëmshme, ndërsa për këto kritikat, mendoj që e ka dezinformu, zotin Aradia, dikush, sepse unë... Ka dezinformu? Po, sepse deputetin fjallë nuk e kum taku asë njerë në jetë, nuk e njof kush është, asë njerin, asë tjetrin, dhe më thonë, mirë po, tash mbrenda neve, kontakte, gjona, mendoj mund të kenë. Një aludim të tillë ka pas edhe... Kryesisht, dhe më thonë, deputet e minoriteteve të vogla, dhe më thonë, atje, Goran, Boshnjak, ato... Adem Hoxha. Dhe më thonë, kanë edhe familje këndej, kanë edhe, dhe më thonë, i kanë familjet andej këndej, lëvizin, tash ndikimet janë të ati llojit përditshëm, po unë personalisht nuk e njoh se kum taku. Zoe Ndudabale e keni taku ndonjëherë? Apo dikush nga partitë tuaja, për shkak se ajo doli tha, unë kam pasur një ofertë për punë në universitet, profesoresh, në këmbim të votës për zonë Haxhiu, kryetari i kuvendit të Rurit. Mund edhe të ka pas, mirë po nuk e kam taku. Herën e fundit që e kam taku, dhe më thonë, ka marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare, në raundin e parë ka marrë pjesë të BDI-ja, në raundin e dytë ka marrë pjesë të ne. Varësisht pozicioneve politike. Jo, kështu ka qenë, nuk e di si ka ndodhur, po kështu ka qenë realiteti. Pa e ka qenë hera e fundit që e kom taku. E keni taku. S'ka pas të ditë kur ngërçi politik... Jo, i ka një vjetë. S'ka pas... I ka një vjetë minimum. Zgjedhjet parlamentare kanë qenë... Mund mos e keni takuar ju personalisht, por dikush nga, po themi, subjekti juaj ose subjektet tuaja bashkëpunuese mund ta kenë takuar. Jo, mund të kenë individ, tash i kanë edhe familjet përzire, kanë gjysmën e familjes andej, gjysmën këndej. Në më thonë, atë nuk mund ta... Do të bëjmë hetim. Realisht është çështje familjesh kjo, se është politike, po flasim për politikë, edhe bashkëpunim, edhe ndihmës politike për subjektet me cilat jeni më afër në Kosovë. Nuk e mohojmë, ne jemi në koalicion me vetëvendosjen, ne jemi në partneritet, është pjesë e vlenit. Dhe kjo është publik, mendoj atë nuk sqaron, më flas për këto, mendoj për deputetin fjalë, më thonë nuk e kam taku, nuk e njoh.